Hej njerëz, qa ka? Jom Agoni edhe qëtë javë keni me pa shpjegimin e një triku që e kum performu në qëtë javë për të marrë të magjike, edhe ajo është lastiko në për laps ose stilo laps ose qka dhe që e ka formën e gatë. Mundet me kalu edhe sene tjera të gata, mos shkoni në ato sene. Kështu që keni me mësu pra këtë trik edhe është pra trik këgja i mirë. Për juve që nuk e keni pa performancën, shkoni këshëreni, linkun e lo në description edhe mundeni me pa. Kështu që keni me pa shpjegimin për një kandi shumë të keq për shkak se tripodin e ku marrun Mitrovic. Kështu që keni me pa me këtë kand edhe besoj që keni me kuptu këgja shumë, edhe pse telefoni i ri është tash. Nejse, ti ka përsena këto, të shkona direkt të shpjegimi. Çka ju vim për që trik është lastiko edhe është lapsi. Lastiko edhe lapsi, lastiko edhe lapsi, se thash lapsi pa lidhje. Nejse, këto dy sene janë komplet të pa gimmick, janë normale, pra janë total normale, nuk ndryshon një kërgjë. Mundeni me marrë lapsin nëse kimikun e spektatorit, që unë bo në video, edhe mundeni edhe lastikun e spektatorit, po lastika nuk majnë shumë njerëz, po nëse është naj femën që majnë lastika, atër mundeni me marrë lastikun e sajna edhe me bo këtë trik. Kështu që këto dy sene mundeni me i marrë vetë për i spektatorit, edhe i thuni mas një sene i parë, është mas pari, këto janë sene të tua po. Edhe qka e përforcon shumë që trik, menë si ju me shti lastikun mrena, thuni spektatorit vetë shtine lastikun mrena, vetë thuj shtine. Edhe spektatorit vetë shtin lastikun mrena. Edhe shumica e njerëzve janë djastaka, kështu që e majnë lapsin me dorë të majtë, ose ju i komandoni për me majtë lapsin me dorë të majtë, për deri sa me dorë djath, ata e majnë do me thonë lastikun. Edhe, që kanë me bo është kanë me shti lastikun mrena, taman, edhe kanë me shti do me thonë deri ka gjysa, mos e shtini deri më fund, për shkak se është shumë afshtir me bo, edhe mos e shtini ka fillimi për shkak se vrejet metoda. Mirë po shtini ka gjysa që aty dika, edhe pyeteni ju, a e ki shti vetë lastikun mrena në laps? Thojnë po, vetë e kom qitë. Okej, qëto u kry pjesa e parë, edhe u kry dyqysh prezentimit që s'ka kërgjë që jo ka bot fishi ose dyshimt. Se një dytë që keni me bo, është keni me marrë dorën e djathtë, pra do me thonë dorën e juvë, edhe keni me marrë tash, që kanë ata lastikun të e maj qështë, ata janë të e maj qështë dorën, tash ju keni me shku me dorën e majtë, keni me majtë nalë këto lastikun me gesht, edhe mani lastikun me gesht me dorë të majtë, për deri sa dora e djathtë të krynë qëto sene. Shkon dora e djathtë edhe jo me kap lastikun në drejt, po e kap një kondërtën. Pra shkon edhe kapeni, rrotullojeni dorën e djathtë ka ana e kondërt e akrepave të orës, edhe kapeni. Besoj që jeni ka e sheni prej kandit juvë, do këtë qështo, kapja. Më thonë jo qështo, rrotullojeni dorën edhe kapeni. Pra që kjo është prej kandit juvë, që shiet, a kjo do me thonë është kandi i spektatorit që e nga performojene, mirë po jo këthenin të kondërtën. E kapni kështu, edhe i shtini gishta, në gjithë e ashti 3 gishta. Mos shkoni me qasin e menime, po nejse, keni me kap edhe keni me sil. Njëherë, ka krepat e orës, tash që shë ka silet, është ka krepat e orës. Shto që veç e silni dorën normal, ka krepat e orës njëherë, edhe që dhe maj e shti gishtin e madhë për me majtë këtë, edhe e silit 2 herë. Edhe tash e keni silit 2 herë, po keni me shti edhe njëherë dorën për ka ana e kondërt, po jo me rrotullu, po veç majnë, do me thonë 2 herë e rrotullani, 3 herë veç e shtini dorën ka ana e kondërt. Edhe tash, kome ndodhë efekti. Edhe efekti që kome ndodhë, është që shkome ndodhë në slow motion, këshirën në slow motion që tash, që kome ndodhë është, herën e parë, keni me sil ka që kjo anë, do me thonë për jashta. Keni me sil për jashta, do me thonë kështu, edhe e silni një herë, kryet rrotullimi, edhe e silni 2 herë. 2 herë kur silët, nuk keni me sil për drejt, po keni me shti lapsin mrena. Për shkak se kur e shtini lapsin mrena,
ju e keni hjek prej kësaj. E keni hjek lastikun edhe u kry efekti. Dhe edhe trikat më të mirë janë ata që kryet efekti para kohë, që s'keni nevojë më me bo sleight of hand. Për shkak se çto u krye efekti, pra do me thonë keni me shku kështu, edhe në vend se me qu krejt, keni me qu veç një pjesë, pjesën tjetër keni me kalu ka kjo ana tjetër, ka maja e lapsit. Edhe keni me kalu, edhe u krye efekti. Edhe që kjo është sekreti i sajna, edhe njerë besoj që e pat, slow motion keni me shti qështu. Po kjo ku me ndodhë shumë shpejt, edhe plus e bëni qështu me një herë. Edhe kjo ku me kalu me një herë, edhe masën veç sillën e hala, edhe e kryni. Edhe u kry, tash efekti u kry. Po qysh tash edhe një herë, bëjnë dika ka mesi, që mos mu vrejt shpjegimi i sajna, që e një dika ka mesi, për shkak se është ma mirë, ma e besushme, edhe qëto u kry tash efekti. Efekti u kry. Tash thujni, ata që janë të e majtë këto, thujni maj edhe në anën tjetër. Këshirë një performancën për juve që s'po kuptoni që më ka thëmë që shko me ndodhë, për shkak se nuk kam një spektator tjetër, edhe për shkak se kejtë në gjëmë është herët më nxez, kemi i thonë maj edhe lapsin, maj edhe anën tjetër që mos me dalë më kërgjë. Edhe ata ka me majtë edhe anën tjetër, tash të dy anë tjenë të majnë, po efekti u kry dhe qëtash. Për shkak se si janë nisë një qenë një ka dale, atëre kjo ka me dalë, edhe që dëllë plastiko. Edhe që kjo është do me thonë efekti, po tash, edhe një herë, e shteni mes dika ka gjysa, e shteni dorën, 1, 2, edhe këtu janë nisni. Njerë e qësëllni, herën e dytë e shteni ka mesi, edhe mas një veç rotullani. U kry efekti. Edhe tash, që keni me bo ata që shemojnë të dyan, keni me u bo këshe po shkrihet, këshe po e shkrini, ka dale, edhe më fund veç thuni qëre ka ndodh, edhe tash mos e qeni ka dale, mos e qeni ka dale, po dhe qeni pak, edhe mas një veç leni mu gjujt, edhe mas një veç del. Edhe që kjo është triku, edhe po shpresoj si ju ka pëlqy. Që kjo trik, mas parit ju tregoj, është i shpikon prej Jay Sankey. Që kjo është pra trik i Jay Sankey, i cili është një kreator shumë i mirë. Është një prej kreatorve ma kreativ në industrinë e magjisë. Edhe aje ka shpik këtë trik, edhe ka publiku në kanalin e vet në YouTube, Jay Sankey Magic, po më duket e ka, Sankey Magic, po. Kështu që kom e lon linkun e kanalit tina në YouTube në description, edhe shpjegon shumë trika interesant, edhe nuk shpjegon trika tjerva diçka, po shpjegon trikat vetë që i ka shpik. Kështu që nuk është si një kanal tjetër që shpjegon trika tjerve, për shembull kanali jem, po shpjegon trikat veta, që vetë i ka shpik, vetë i shpjegon edhe vetë ka edhe faqe që mundet edhe marketon trika. Kështu që qëto janë, ja u lon description linkun e tina, shkoni këshirë një kanalin, bëjeni subscribe edhe këshirë do magji interesant prej tina. Kështu që kjo është edhe qka që ka për këtë javë, kështu që bëjeni subscribe nëse dëni me pa ma shumë, edhe shihemi deri në javën tjetër me trika edhe shpjegime të reja. Peace.